Rëndësia e demokracisë së brendshme në parti, shteti së drejtës, reforma zgjedhore, migrimi masiv ishin disa prej temave që u prekën në një takim intelektual që mbajti ish deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani. Duke u nisur nga zhvillimet politike dhe shoqërore në vend, ai hoqi paralele mes PD-s dhe PS-s, Ramës e Berishës, duke i bërë ata të dy përgjegjës për situatën. Ne kemi një deformim të thellë të sistemit politik në Shqipëri, por këtë përgjegjës është gjithë klasa politike dhe është parakusht për demokracitë, demokratizimi i partive politike, qoftë Partia Socialiste, qoftë Partia Demokratike. Duket sikur dy kryetarët e partive dominuese në Shqipëri, kur vjen puna te kontrolli absolut i partive politike, bëhen bashkë. Mungesa e garës reale në parti, debati politik i varfër, institucione të dobëta dhe punonjës ose qytetarë që ndihen të kërcënuar janë pasoja e kësaj, tha ai, duke vënë dukje se SPAK ka vënë ujërat në lëvizje. SPAK-u, i cili në një farë mënyrë duhet të thënë ka hapur rrugën për një pjesëmarrje të re politike, duke goditur rënd korrupsionin dhe duke vendosur standarde të reja në ndëshkueshmërinë e abuzuesve të posteve publike, pa diskutim edhe të krimit të organizuar, që po sjell një ndryshim gradual kulturor në lidhje me përgjegjësinë para ligjit në Shqipëri, është në një sulm të vazhdueshëm thuajse nga gjithë palët politike. Ajo çfarë ndodh në vend dhe efekti i vendimeve e sulmeve arbitrare kuptohet qartë me rastin e News 24. Gazetari Shpend Gashi solli në vëmendje gjobat ndaj mediave kritike. Është e vërtetë që media është e kapur, po unë punoj në një media që nuk ka shanse njëherë në 2 ditë apo njëherë në 3 ditë mos të vi 1.5, 2 milion, 600.000 euro, 800.000 euro gjob nga hiqi. Ky është realiteti. Për të marrë njerëzit të cilët janë pranë qeverisë që të mbrojnë tezat e tyre dhe të bëjnë një dialog apo një debat konstruktiv, nuk ka shanse që të hapin telefonin. Intelektualët e pranishëm dhanë mendimin e tyre sa i takon situatës në vend dhe arsyeve që e kanë çuar vendin në krizë, duke nisur nga Partia Demokratike. Ky sistem qëndron në sajt të një bashkëpunimi midis palëve, pozitës dhe opozitës bashkë. E vjetra ka vdekur, e reja nuk lind dot më. Demokracia nuk është një gjendje e përhershme. Ajo është një proces që kërkon vigjilencë. Kur njerëzit humbin besimin se përmes qëndrimeve të tyre mund të ndryshohet sistemi, ajo demokracia është në krizë. Po pse? Sepse kemi humbur debatin ideologjik, debatin moral. Sali Berisha ka mbjellë një arrogancë të jashtëzakonshme te anëtarët e Partisë Demokratike. Nuk durojnë mendime ndryshe. Mos bërja e zgjedhjeve, mos lejimi i bërjes së zgjedhjeve dhe manipulimit tyre. A ka nevojë më për koment, për të folur në Partinë Demokratike apo edhe për vendin? Të pranishmit folën për mungesë meritokracie në Partinë Demokratike, për mbajtje peng të partisë dhe si rrjedhoi e mos ofrimit të një alternative të shëndetshme politike. Rezultati është një qeveri disa mandatëshe dhe qytetarë që lënë vendin sepse nuk gjejnë më veten.